Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vijoi dhe këtë të mërkur me sulmet ndaj institucioneve të drejtësisë. Nga Selia Blu, përpara deputetëve, kryedemokrati ngriti akuza se dosjet kriminale mbyllen kundrejt rishfeteve. Dhe se skapi i partisë aktualisht është institucioni më i korruptuar në historinë e drejtësisë shqiptare. Dosjet në skap mbyllen kundrejt rishfeteve. Prandaj dhe aty kthehen në turshi ato aty. Kreu i opozitës gjithashtu pretendoi se përfaqësuesit e drejtësisë ndikohen dhe nga eksponentët e qeverisë. Në 2 vite, sipas raportit të Altin Troplinit dhe të prokurorit përgjithshëm, të paraqitura në parlament viti 2022-2023, janë dënuar gjithsejt 199 persona për korrupsion dhe një pjesë e këtyre 199 janë dhe për krim të organizuar. I dëgjova në një raport thanë që nuk sjellin dosje. Dhe qarkulloi dhe ajo në rast kujt urdhri e Dirams që u thoshte asnjë dokument nuk do dërgoni kund pa firmën time, pa urdhën time, po thashë kanë bllokuar. S'ka mundësi. Rritja e nivelit të korrupsionit dhe përkeqësimi i situatës në drejtësi, për Berishën tregon se reforma ka dështuar. Tu themi shqiptarëve se këtë katastrofë e bëri Edi Rama me padrinun e tij, George Soros dhe networket e veta. Se kjo është e vërteta. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Berisha apeloi që deputetët të shtrojnë çdo problematikë që hasin në parlament.